Rruga drejt Gurit të Zi kalon mes një peizazhi të qetë ku jeta zhvillohet rreth bujqësisë dhe blegtorisë. Në këtë zonë gjithçka duket e pandryshuar, por mes banorëve po qarkullon një informacion i paqartë për një projekt që mund të ndryshojë këtë hapësirë drejt energjisë diellore. Teksa kamera ndalet tek banorët, bëhet e qartë se informacioni është i pjesshëm. Ata kanë dëgjuar për ndërtimin e implanteve diellore në zonën mes Gurit të Zi dhe Shmilit, por nuk kanë parë dokumentet dhe nuk kanë asnjë ide të qartë se çfarë pritet të ndodhë. Ligje vetëm kur zi, ka marrë duke, po se ku nuk e di. Për takime s'kam ba takime, s'di gjë. S'na ka gjuftu njëri, jo. Po fatë fare, që s'kam. Po ndoha shkatu, s'ka njerëza. Këta ka të shatin në tje, po në këmë. Shumë prej tyre nuk janë pyetur dhe nuk kanë qenë pjesë e asnjë procesi konsultimi. Jo, ne s'dim fare, as e ja. Se çfarë është ba, vetëm që flitën në nëzajnë që flitën nga antarët e plejësisë, që kanë zjarë po ata, bashkisë, ja po janë dhanë këtu, janë dhanë aty, popli nuk di janë fare për këtë punë. As popli nuk kanë shmlet, që të njëllë të diskutohet me as me antarët e plejësisë, as nga bashkia, as komiteti duhet pytet. Se këta si përfaqe toka janë të komitetit vetë këtu, të banorëve vetë. Ata kollosin baktit. Edhe në rastet kur është zhvilluar një takim, diskutimi nuk është përqendruar tek ndikimi i projektit në mjedis apo tek kullotat që përdoren çdo ditë, por fokusi ka qenë kryesisht tek çështjet e pronësisë. Ishin përfaqësues nga rresi, të atë komunës, më duket që janë atë ditë, kanë qenë, edhe pyetën, kemi menduar do ta marrim një person të nga pikat vogla turistike, kabina ku dijon që ngrenë, kupton? Edhe kush ka pretendime që kjo zonë është ime, që është ime, s'ka debate, probleme të ndryshme. Gjithë ishin dakord, kemi probleme. Sistemi voltaik që thotë ti, u tha që do bën një pjesë shkami skrep atje në zonën e afërsisht e ka zona Benës atë. Pra atje sa do ngrihet kjo punë. Kjo këtu do jetë për pika turistike, siç thash më para. Edhe pse ndryshimet ligjore kanë hapur rrugën për përdorimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullotave për implante fotovoltaike, intensiteti i ndërhyrjeve dhe pasojat në mjedis mbeten shqetësuese. Mungesa e konsultimit real dhe të qartë me komunitetin e thellon këtë problem. Nëse nuk do të menaxhohet si duhet, këto projekte rrezikojnë të kthehen në një bumerang ndaj vetë konceptit të energjisë së gjelbër. Bashkia e Elbasanit renditet e treta në Shqipëri për sipërfaqet e dhëna në përdorim për ndërtimin e parqeve fotovoltaike. Rreth 3.29 milion metra katror tokë publike janë dhënë me qira për këtë qëllim. Ky pozicion e vendos Elbasanin ndër zonat me intensitet të lartë zhvillimit të energjisë diellore në vend, duke ngritur njëkohësisht pikpyetje për menaxhimin, transparencën dhe ndikimin në komunitet dhe mjedis.